Pak ditë pasi presidenti i SBA Donald Trump nominoi Eric P. Wendt për ambasador në Tiranë, Departamenti i Shtetit ka dërguar në Komitetin e Marrëdhënieve me Jashtë në Senat raportin mbi profilin dhe përvojën e kandidatit. Ambasada amerikane në Shqipëri ka rreth 3 vite pa një ambasador, ndërsa Wendt pritet të pasojë në këtë detyrë jurikim, dërgimin në Senat i raportit dhe publikimin në faqen zyrtare të Departamentit të Shtetit. Përbën një hap të rëndësishëm dhe të mëtejshëm në procesin e konfirmimit të tij. Kjo pasi me shumë gjasa, brenda pak ditësh ai do të thirret në një seancë dëgjimore. Sipas dokumentit, generali i pensionuar Eric Wendt aktualisht shërben si profesor në Naval Postgraduate School, ku jep mësim për komandën dhe lidershipin. Gjatë karrierës së tij ushtarake mbi 34 vjeçare, ai ka mbajtur poste të larta drejtuese dhe ka komanduar struktura me mijëra personel ushtarak dhe civil. Në nivel ndërkombëtar, Wendt ka shërbyer si komandant i shtabit të operacioneve speciale të NATO-s në Europë, duke drejtuar forcat speciale të aleancës, përfshirë edhe njësi nga Shqipëria. Ai ka pasur gjithashtu angazhime direkt në vend, duke bashkëpunuar me drejtues të mbrojtjes dhe trupa shqiptare. Më herët ai ka shërbyer edhe në Afganistan, si zëvendës komandant rajonal, ku ka mbikëqyrur edhe trupa shqiptare, si edhe në Departamentin Amerikan të Shtetit, në ambasadën e SBA-s në Jeruzalem, ku ka udhëhequr një koalicion me 8 vende si koordinatori i sigurisë. Raporti thekson se përvoja për menaxhimin e strukturave shumë kombëshe dhe njohja e rajonit evropian e bëjnë atë të kualifikuar për postin e ambasadorit në Shqipëri. Wendt është diplomuar në Universitetin e Kalifornisë Santa Barbara dhe në Naval Postgraduate School në Monterey. Ai zotëron gjuhën arabe dhe koreane dhe është vlerësuar me disa çmime të larta, përfshirë medaljen e shërbimit të shquar në mbrojtje dhe çmimin e Departamentit të Shtetit. Pas këtij veprimi, ai pritet të dalë përpara Komitetit të Marrëdhënieve me Jashtë në Senat dhe nëse fiton besimin e senatorëve, kandidatura do të kalojë për votim.